5 maj shënon një nga datat më të rëndësishme në kalendarin historik të shqiptarëve, ditën e dëshmorëve të Ateut. Në këtë ditë përkujtohen me nderim dhe mirënjohje të gjithë ata që dhanë jetën për çlirimin, lirinë dhe demokracinë e Shqipërisë. Kjo ditë lidhet me rënien heroike të Qemal Stafës më 5 maj 1942, një nga figurat më emblematike të luftës antifashiste nacional shërimtare, i cili u bë simbol i shëndresës dhe idealizmit rinor. Pas çlirimit më 28 gusht 1945, Këshilli Antifashist Nacional Shërimtar miratoi ligjin mbi familjet e dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shërimtare, duke institucionalizuar përkujdesjen për familjen e atyre që ranë për lirinë e vendit. Ky status ju njoh dhe patriotëve të periudhave më të hershme, që nga rilindja kombëtare dhe deri në luftrat për pavarësi. Për të nderuar këtë ditë, televizioni Apollon ju drejtua një prej dëshmitarëve të gjallë të luftës, veteranit 95 vjeçar Vangjel Boci, nderi kombit, i cili në moshën 13 vjeçare u bë korrier i brigadës së 16 sulmuese të Myzeqes. Me kujdes të freskët dhe shëndet të plot, ai rrëfen me emocion kujtimet e tij nga çetat partizane dhe heroizmat e asaj periudhe, duke përcjellë mesazhe të fuqishme për brezat e rinj. 5 maj mbetet një datë reflektimi dhe respekti, jo vetëm për sakrificën sublime të dëshmorëve, por edhe për vlerat që ata mbrojtën me gjakun e tyre, lirinë, dinjitetin dhe identitetin kombëtar. Ka qenë një nga udhëheqësat e rinisë të lëvizjes revolucionare për kundra fashizmit. Dhe si një goditje e parë e këtyre udhëheqësve, si që ishte Enver Hoxha e të tjerë me shok, e regjistruan këtë datë që të mbetej si një ditë e dëshmorëve të Ateut, përderisa ky popull ishte ngritur në këmbë për të luftuar fashizmin, për të patur Shqipërinë të lirë, të pavarur, atëherë edhe do jepte, si dha 28.000 dëshmorë të Ateut. Kështu që një vrasje e parë, një tronditje e parë nga udhëheqësit e Partisë Komuniste Shqiptare, edhe u regjistrua se një ditë e shënuar, edhe mbetet në përkujtimin e përvitshëm. Kjo ditë e dëshmorëve. Kujtohet të gjithë dëshmorët, mesazhi im është ky, që dita e dëshmorëve duhet të kujtohet vazhdimisht, dhe sidomos me brezin e ri, të thuhet se gjaku i 28.000 dëshmorëve shqiptar kundra fashizmit